Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet politike në botë, pra gjeopolitikën. Çfarë po ndodh tani pas Venezuelës, ku do të përfundojë tsunami nisur nga Trumpi, ndoshta në Groenland, ndoshta do të vazhdojë situata në Taiwan me Kinën, por nuk përjashtohet edhe Irani, pasi protestat vazhdojnë. Për gjitha këto çështje pa harruar Ballkanin, sigurisht do të flasim me zotin Arjan Gaxherri, njohës i zhvillimeve politike dhe jo vetëm të sigurisë në marrëdhëniet ndërkombëtare, i cili ka studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Europë, duke i njohur mjaft mirë këto çështje. Zoti Gaxherri, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zoti Riballa, faleminderit për ftesën, i përshëndes të gjithë ndjekësit. Faleminderit ju. Zoti Gaxherri, kush e ka rrallën pas Venezuelës? Lutem, a mund ta përsëritësh edhe një herë pyetjen? Kush e ka rrallën pas Venezuelës? Ndoshta Trumpi i shpalli luftë Amerikës, mund kemi një shpërbërje të NATO-s. Çfarë do ndodh tani në vazhdim? Po tani në planin ndërkombëtar po flasim për sot për fuqitë e sistemit ndërkombëtar që është Rusia, Kina dhe Amerika, dhe ndoshta më së miri është që ta bëjmë një vizatim që ta japim qartë mendimin vizual se çfarë po mendojmë një sekond. Nëse shifet, atëherë kisha me thonë shpejt edhe pse nuk jam vizatues i mirë i Maps, vetëm shkurtimisht, nëse këtu e kemi Europën, këtu e kemi Kinën, Rusinë prafërsisht, dhe këto dyja parashihet të shkojnë në luftë njëra me tjetrën. Dhe problemi qëndron se Amerika këtu, edhe Kina prafërsisht që i bie nga ana tjetër afër këtu, janë kompetitor kryesor në mesvete. Dhe Amerika është dhe përcaktuar që i bëhet ballë Kinës në sistemin ndërkombëtar, që të influencoj kush fuqi më shumë. Amerika është të interesuar që të luftojë këtë luftë në sistemin ndërkombëtar. Dhe çka ka bërë Amerika këtu në Amerikën Latine, diku në Venezuela, e cila përmban, nëse shifet, Venezuela përmban, do të thotë, rezervat e naftën oil më shumë të në botë, por e cila nuk e ka shfrytzuar me kapacitetet e plota të saj. Dhe mbi 70-80% të kësaj energjie e ka marrë Kina, e cila ka zhvilluar do të thotë ekonominë e vet. Ndërsa do të thotë për që Amerika ta luftoj indirekt Kinën edhe ta ulat në aspektin ekonomik, do të thotë përveç arsyes e cila është me bazë narkoterrorizmi i Venezuelës, sepse Venezuela me rezervat e naftës që ka, duhet të ketë një ekonomi stabile në vendin e vet, dhe popullata civile të jetojë, do të thotë mirë, ndërsa ka ndodhur kundërta për shkak të furnizimeve dhe inspirimit që ka nga lindja mesme nga ndërmjetësuesit e Hezbollahut dhe Hamasit, të cilët janë lidhur me narkomanët e Venezuelës, kanë filluar që të zhvillojnë trafikun narkoterrorist. Dhe për këtë arsye Amerika ka ndërhyrë. Po ashtu në të njëjtën kohë do të përdorë të gjitha rezervat e naftës kundër Kinës. Dhe tani kemi parë së fundmi. Pra i hoqi prizën ekonomisë së Kinës. I hoqi prizën ekonomisë së Kinës. Po, do thotë Trump është i interesuar që këtë ta bëjë tani biznesin me Kinën që të përfitojë nga Kina ekonomikisht. Tjetër çka është problem në sistemin ndërkombëtar është po ashtu përderisa Amerika po avancon dukshëm në sistemin ndërkombëtar që të dalë në rezultate para përsëri, për brenda Amerikës kemi polarizime të skajshme të politikave të majta dhe të djatha, atyre
ideuzve dhe si pasojë kanë filluar të shpërfaqet pasigurie madhe brenda Amerikës, ku po ashtu si indikator për Evropën që të ndodhë një gjë luftë civile në Evropë, ka qenë edhe presidenti Trump. Këtë e kemi përmendur shumë herët ne, por me ardhen e Trump po ashtu ko pas kohë e përmend se disa vendet e Evropës tani nuk njihen se janë të Evropës për shkak të emigracionit të pakontrolluar. Dhe atje prashje të ketë një luftë civile me që të ketë ballafaqime të kulturave të ndryshme. Dhe kjo do të jetë një problem për Evropën, të cilën e kemi folur edhe më herë, njëkohësisht në Amerikë prashje të ketë përplasje civile për shkak të politikave të ekstremit të djathtë dhe të majt, ku nga ky kaos këtu prashje të fitoj nëse shifet këtu Izraeli. Do të thotë shteti i Izraelit. Pra nga gjithë ky kaos Izraeli përfiton. Do të thotë nga kaosi fitojnë njerëzit që din ta shfrytëzojnë atë dhe prashjet që Izraeli do të thotë të vije në rrethonat e saj të cilat i ka sikur premtime biblike. Dhe këtë fillim të po thoni për Izraelin e Madh. Për Izraelin e Madh ku Jashue i kishte premtuar Abrahamit apo Ibrahimit territorin apo tokën e cila do të thotë tash fillojmë jo në konspiracion, por sigurisht të japim mendimin me bazë. Ku fillon nga Egjipti atje të lumi Nil dhe përfundon te lumi tjetër Eufrat. Nga mund ta vërtetojmë këtë, nëse shohim flamurën e Izraelit, e kemi shenjën midis aty dhe e kemi dy vija të blu, njërën lart, njërën poshtë, të cilat do të thotë simbolizon dy lument. Dhe brenda saj ku udhëheq Izraeli. Si do të mund të arrijë Izraeli te kjo pikë është kur në të ardhmen dhe sipas do të thotë retorikës, Amerika parashihet të ndërhyjë në Iran. Me që edhe atje kemi protesta tani thirrje nga populli që të ndërhyjë një forcë jashtme. Amerika dhe Trump e kemi parë se ka thënë se nëse fillon dhe qeveria gjuan shtjerë me armë mbi popullatën civile, amerikanët do të shtjerin me armë kundër tyre. Dhe parashihet që amerikanët të futen në Iran dhe të ketë një luftë të fortë të rrezikshme brenda. Më falni, si e parashikonin ndërhyrjen tani në Iran? Se ndërhyrja e parë vitin e kaluar ishte tek bazat, tek mali i famshëm i prodhimit të energjisë nukleare, po tani si e parashikonin ndërhyrjen? Ndoshta do të jenë mjaft sigurt që do bjerë regjimi, sepse pak ditë më parë kishim lajme që edhe Khamenei po tenton, po përgatit aratisjen për Rusi, atë që refuzoi Maduro, ndoshta ai mund ta pranoj. Po e vërteta është se do të thotë edhe Trump vetë si president ka bërë të ditur se shtetet e tjera mund të kenë fatin e Venezuelës, ku diktati bisedon në shtete si Kuba dhe Irani, sidomos për Iranin ka një konsistencë të retorikës amerikane gjatë shumë viteve dhe kjo parashihet që amerikanët tani jo vetëm të ketë gjuajtje nga ajri, por të futen ushtarakisht me komsori. Dhe çfarë do të ndodhë është një luftë gjatë do të ndodhë aty, ku do të përfshihen edhe vendet e tjera të Arabisë dhe së fundmi pasi Irani si shtet do të kollapsojë dhe do të kthehet shumë vite prapa, amerikanët në komsori do ta humbin luftën në Iran. Dhe pasi që të tipit të Afganistanit. Dhe pasi që ta humbin atë luftë, në tërheqje do të lojnë mbrapa, do të thotë mjete ushtarake të sofistikume në masë të madhe, ku aty do të futet Izraeli dhe të marrë kontrollin e këtyre mjeteve
ushtarake dhe sipas kësaj do të jap kapacitet shtesë Izraelit që të mbisedoj regionin e saj dhe të përfitoj nga kaosi ndërkombëtar. Dhe kjo nëse është e planifikuar apo e sinkronizuar nuk mund ta faktojmë një gjë të tillë sepse interesat janë të faktuar dhe shihet se amerikanët do të thotë Iranin do ta sulmojnë jo vetëm pse Izraeli e do atë, po gjithashtu pse Irani do të thotë mbi 70% të energjisë ka shkëmbim tregtar me do të thotë me Kinën, ashtu sikurse edhe Venezuela. Do të thotë to interesa përputhen dhe dikush do të përfitojë më shumë, dikush më pak, si duket Izraeli do të krijon hartën, do të po shkon drejt atyre hapave dhe po ka nuhatje të lëvizjeve ndërkombëtare, do të thotë të qartë që të shkojë dhe të krijojë atë hartën që shohim të Izraelit të madh, në fakt ku e shohim atë në çdo amblem të ushtarit IDF në krahun e tyre. Por këtu ajo që e pëson është Turqia. Tani Turqia këto që ka përderisa folëm ne është sistem ndërkombëtar dhe Turqia me gjasa do të ketë të kurrje, por jo që do të ketë për çka thashun që do të ketë ndikim direkt në shtetin e Turqisë. Megjithatë gjasa Turqia do të thotë nëse ndërhyn në Iran mund të ketë konsekwenca të saja dhe pastaj nga lufta do të Iranit ku nuk do të jetë gjithsesi e përfshirë 100% në Izraeli, më së forti nga kjo luftë do të dalë vetë Izraeli, edhe si forcë ushtarake pas përfundimit të luftës. Është më rëndësishme se në ligjin e luftës kush del fitues pasi që atë ndalohet dhe fituesi përcakton rregullat e lojës. Kjo është ligji i luftës. Dhe sa i përket këto dëmtimeve internale të shtetit, sidomos në shtetet e Evropës, përplasjeve të civilëve, do të thotë është një po ashtu rol të rëndësishëm ndikimi i nacionalizmit i cili është në rritje të shumtë, që po ashtu e shohim dhe kemi prezant edhe në shtetin e Republikës së Kosovës. Dhe këtë nëse keni interes ta shpjegoj atë. Vetëm të lutem përpara se të vim në Ballkan, në Kosovë, sigurisht në rajonin ton, Grenlanda është hapi i parë edhe i madhi i shpërbërjes së NATO-s. Trumpi tha që Amerika e amun, NATO e amun, është Amerika. Kështu që nëse ai pushton Grenlandën, mund të themi që NATO ka rënë përfundimisht. Tani kjo loja tërhiq dhe mos kaput është sepse gjithmonë ka shumë vite, do të thonë më shumë 10 vite, më shumë, që vjet pikpyetja se sa duhet të jetë Amerika dhe Evropa afër njëra tjetrës, edhe pse vlerat sistemit, demokracia dhe vlerat e jetesës i kanë shumë të përafërta. Për shkak se një përafrim i madh mes Evropës dhe Amerikës, do të thotë rezulton me një përafrim të madh të Rusisë me Kinën. Dhe këtu bëhet, domethënë, mbase hapësinë luhet loja në sistem ndërkombëtar. Se ato të shkatërrohet të NATO, unë nuk mendoj që ajo do të ndodhë, do të ketë ndryshim të formatit të NATO-s. Sa i përket Grenlandës, ne kemi folë domethënë shumë herë në misionin tuaj për Grenlandën, ka kohë e mbaj mend, dhe kam thënë se nuk është problem Tajvani, për shembull, por nëse është problem në sistem ndërkombëtar është Kina dhe do të jetë lokacioni i Grenlandës e ardhmja e qendrisë së përfuqive të cilat do të determinojnë lojën në geopolitik me Grenlandën. Dhe sipas të gjitha rrethonave dhe ashtu si sa njoh unë do të thotë aktivitetin në shtetet amerikan në politikat e jashtme, Grenlanda në njënën formë apo tjetrën do t'i takojë, do të thotë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ka një plan strategjik tani të bazuar në gjendjen faktike reale me politika të djatha, ku fituese e kësaj gare në sistemin ndërkombëtar me kalkulime të sakta don Amerika me domos të dalë para dhe nuk ka asnjë alternativë të jetë do të thotë liberal me shtetet të cilat i ka në kompetitim
në sistemin ndërkombëtar. Dhe unë ashtu edhe Trump tani ka deklaruar edhe vetë se në një formë apo tjetrën, sepse nuk mund të toleroj që ajo pjesë të sundohet nga kinezët apo rusët. Pra, me pak fjalë në zërë sigur jemi në luftën e tretë botërore dhe në rendin e ri botëror, por nuk e di, ju ka bërë përshtypje një deklarate një politikani austriak, ja harova emrin për momentin, që tha që nëse SBA merr Groenlandën, ne duhet të sekuestrojmë, nuk e di, 800 baza ushtarake, sa ka Amerika në Europë, që janë më shumë të janë në mos gaboj, ju e dini më mirë, por në Aviano, në Itali. Pra, mendoni që se i vetmi që po i përgjigjet tani dhe për dhëm, aty për aty është Macroni, pra pozitën e Europës. Po, Evropa dhe liderët e Evropës karshi amerikanëve janë shumë pafuqishëm kur vjen në pyetje se do thotë ti bëjnë ballë. Unë besoj që evropianët kanë do thotë probleme në hapën me Rusinë dhe shohin si për mundësi humbje këtë luftë dhe tani në mënyrë në format do të thotë paspjegume kërkojnë ndihmë nga Amerika tani në mënyrën edhe më të dëshpëruar me çështje të tilla se çire përmendet. Austria do të thotë është prej shteteve të Evropës që ka qenë ushtarakisht neutral, edhe sa i përket aspektit të luftës në Ukrainë dhe në gjatë asaj kohe është dhe se a do të ndikoj kjo negativisht në zhvillimin e Amerikës në sistemin ndërkombëtar, jo, sepse planifikimi i NATO-s është do të thotë detyrat janë nda. Scholz se ka këtë më të sigurt të qartë se fatin e leadershipit të NATO-s dhe përballjes me Rusinë duhet ta marrin vetë evropianët dhe fokusi duhet të jetë brenda liderëve të evropianëve karshi Rusisë dhe jo karshi amerikanëve, sepse nuk do t'i bëjnë nder vetë Evropës. Dhe kjo do të vijë me kohën, do të ketë reflektime. Tani vim Ballkan. Çfarë po ndodh këtu dhe për të vazhduar atë që ju niset pak më lart? Po tani do të kisha thënë se ne kemi sigurisht Serbia ka pas retorikë nacionaliste për gjithë thuaja historisë së saj. Dhe po në kohën e fundit edhe në Kosovë kemi has retorikë të leadershipit ton për masa të mëdha të nacionalizmit. Edhe do të thotë për një çast më shkput nga gjendjet emocionale dhe të rezonojmë se çfarë do të thotë nacionalizmi, do të kisha marrë një analogji në kohën e revolucionit francez, kur ajo ndodhi si pasojë e kërkesës së socialistëve dhe anarkistëve që populli të revanshohet do të thotë udhëheqjes së atashme, e furnizoi atë popullin me një ushqim retorik, e cila edhe pse kapitulloi regjimi i atashëm në kohën e revolucionit francez, njerëzit nuk ngopëshin tani më sepse ishte krijuar një identitet mbi karakteret e njerëzve me bazë të madhe të narcizmit. Dhe si mund të faktojmë këtë gjë? Këtë mund të faktojmë fare qartë sepse vetë socialistët dhe anarkistët kërkuan që nga populli tani gjithçka është në rregull, regjimi i atëshëm nuk ekziston, po krijohet një regjim i ri, po ka qenë më kot. Do thotë ka ajo procesi i vrasjeve brenda Francës ka ndodhur pa ndalim dhe si mundësi për ta ndaluar këtë socialistët dhe anarkistët morën Napoleon Bonaparten dhe e vendosin si perëndor, që ai premtoi që do ta ndaloj atë. Dhe pas një viti që ai provonte të ndalonte këtë masakër brenda Francës, dështoi. Pra njerëzit nuk prej karakterit narcist ishin në kërkim të diçkafit që të panjohur, e cila ishte motiv për kënaqësinë e egove të tyre të shohin do të thotë dëmtimin të tjetrit. Jemi të fol për nacionalizmin dhe çfarë bën pas një viti mblidhen socialistët, anarkistët dhe marrin
përgjendjen. Napoleoni ka dështuar pas një viti. Dhe Napoleoni pastaj e shef qartë se që mund të bëj nga ajo rrethon, dhe thot nëse më jepni edhe një vit shans, tani e di 100% se si kjo do të përfundoj. Dhe ata i jepën edhe një vit shans dhe ajo përfundoi me pushtimin nga Franca deri në Moskë. Do të thotë filloi retorikën aty ku e kishin lënë socialistët dhe anarkistët, duke thënë se ne jemi populli francez është popull aq i madh i cili revolucioni francez ka mujt t'i ndodhë vetëm këtij populli, sepse ky popull është aq i madh, ndërsa popujt tjerë janë subhuman, janë popull më të vëzhgjël se ne dhe ne duhet t'i ndihmojmë ata që revolucioni t'i ndodhë atyre. Dhe kjo do të thotë nacionalizmi ka bazë të madhe të egos të nacizmit, kur njerëzit e shohin tjetrin më të ulët se veten, duke marrë kënaqësi mbi të keqen që ja zhvillojnë tjetrit. Dhe çka ka ndodhur domethënë në Serbi, ky nacionalizëm ka zgjatë deri diku, por tani ky nacionalizëm është kthyer kundër vendit të tyre, sepse nuk kanë më kënd ta atakojnë. Dhe problemi që ndron këtu se Napoleoni ka pas ku të shkoj këtë atakoj, po ashtu edhe ne në Kosovë e kemi me një retorik të vazhdueshme të nacionalizmit, kemi krijuar identitet të karakterëve të njerëzve me një narcizëm të lartë, të cilët kanë filluar të ndjejnë kënaqësi mbi zhvillimet negative që mund t'i ndodhin tjetrit. Dhe kjo është shumë e mirë kur ka një plan për të pushtuar një vend, por është shumë e domshme kur nuk ekziston ai plan, sepse këto pakënaqësi pastaj do të kthehen në atë revolucionin të cilin ne e përmendëm për brenda vendit dhe përplasjes civile. Dhe kjo mendoj që koha e njerëzve që të dalin të flasin mbi gjendjen e njerëzve shqiptarëve tonë të Kosovës, vjen nga kjo rreti të cilën retorik e kemi pa, por s'kemi arrit akoma deri në stazh, në nivelin e shpërfaqjes së violencës në rrugë. Dhe kjo është problemi që njerëzit duhet të punojnë që ta parandalojnë një gjë të tillë, se po filloi pastaj është ju keni përmendur edhe në biseda të tjera një luftë skenar për luftë civile të mundshme. Po, prandaj mendoj se kjo do të thotë njerëzit të identifikohen tani me retorikën e nacionaliste, sidomos të liderit më suksesshëm të Kosovës, i cili padyshim është Albin Kurti, dhe njerëzit me 50% identifikohen tani me retorikën e tij. Edhe pse tani retorika, pas këtyre zgjedhjeve ka ndruar retorikë, dhe me gjasa është i vetëdijshëm se nuk ka kapacitet të pushtoj vendet e tjera dhe kjo do të kthehet bumerang brenda Kosovës. Megjithatë njerëzit retorikën nuk do ta ndalojnë. Retorika do të vazhdojë të jetë e egër dhe me shumë gjasa deri te një violencë mes njerëzve civil. Po furnizimet e ditëve të fundit, mbrojtjen pra ushtarake nga Turqia, nuk e di nga kishim duke thënë nga Gjermania, gjatë fushatës që tha Kurti, në pritje të raketave Javelin, pra kjo lëvizja që po vazhdon e fuqizimit. Po këto sigurisht kanë peshën e vet në aspektin e mbrojtjes, por krahasimisht diplomacisë jo. Do thotë ka peshë më shumë diplomatike, sepse në aspektin praktik ku ne si Kosovë ndjejmë rrezikun nga Serbia, me gjitha këto që i marrim jemi dukshëm larg kapaciteteve ushtarake të Serbisë. Do thotë ne po flasim më shumë për një do të thotë alatët tonë po na tregojnë që ne jemi këtu, po kjo nuk është e mjaftueshme. Ne dimë që alatët ndjes se po ju ndërpres pavarësisht kësaj, ndoshta Kosova është vendi më i sigurt edhe nga vendet e tjera të NATO-s, edhe nëse shpërblhet NATO, është vetë baza amerikane në Kosovë, që çdo që ndodh nuk besoj që Amerika do të tërheqë bazat e trupat. Mund të kaloj në marrëdhënie dypalëshe më pas, bilaterale për çdo shtet.
Po, sigurisht, unë kam thënë edhe më herët, nuk ka ushtrima të fortë në botë se kur Kosova. Kemi KFOR-in, e kemi vetë NATO-n këtu, kemi bazën ekstra të Amerikës në Ferizaj. Është problemi të faktori këtu brenda ne shqiptar, sepse ne duhet të transformojmë, do të thotë, energjinë tonë prej kapaciteteve tona të ngrisim ato në nivelin që është për shembull Serbia deri aty. Dhe kjo nuk mund të ndodhë pa zhvillim ekonomik, nuk mund të ndodhë pa unifikim brenda pluralizmit politik. Do thotë pluralizëm politik dhe demokraci po, që mos të vijë deri te një tirani apo mos të vijë deri tek një korrupsion i skajshëm por një unifikim rreth pluralizmit dhe populli do të koncentrojë energji të saj pozitive dhe të bën diferencën mes qenit nacionalist dhe patriot. Do thotë ne duhet të jemi patriot deri në pikën kur vim që kemi kapacitet të ndërhyjmë në sistem ndërkombëtar. Dhe kur vim në atë kapacitet që ne të vim të ndërhyjmë në sistem ndërkombëtar dhe të shkojmë të vendosim paqe apo të vendosim pushtim në vendet e tjera, atë është koha e retorikës nacionaliste, që të tregojmë të tjerëve se jemi më inferior se ne. Po përderisa të vijë ajo pikë, ne duhet të jemi patriot, jo nacionalist, jo të shpërfaqim iluzione të cilat nuk mund t'i bazojmë me kompetencë. Tek reagimet pas arrestimit të Maduros nga liderët e Ballkanit, si i pat ju? Pat ndonjë frikësim të ndonjërit prej tyre, ndonjëri hezitoi, ka nga ata që nuk reaguan fare, pra në tërësi. Se më duket sikur jemi një zonë influencë në diskutim. Po tani kemi pas, nëse s'kem gabim, të lutem. Po, Vučići u shpreh kundër, Rama nuk reagoi fare, reagoi ministre e jashtme, në Maqedoni po ministri i jashtëm, në Kosovë edhe presidenti edhe kryeministri, në Malzi, me aq sa unë kam lexuar nuk ka reaguar asnjëri. Po nëse edhe nuk jem gabim, ka pas një farë zhvillimi të Republikës Serbe, një paradë, një gjë të tillë, nëse s'kem gabim ushtarake apo nëse nuk jam gabim. Vučići ishte kundër ndërhyrjes, se në atë rast kritikoi shumë, ju rikthye edhe një herë marrëveshjes trepaqe Shqipëri, Kroaci, Kosovë. Po, dhe unë mendoj që Serbia është për një kohë të gjatë në procesin paralel të sinkronizuar Evropë dhe Amerikë. Domethënë Evropa shpesh herë ka ndallimet e tyre, por sa i përket procesit të Kosovës janë të sinkronizuar dhe luajnë me dy krah, do të thotë, dhe është sinkronizimi plot sa i përket shtetit të Kosovës. Vučići tani Serbia ka ardhur në momentin e saj që të zgjohet nga gjumi dhe të sheh rrethonat, sepse është rrethuar nga të gjitha shtetet të cilat në mënyrë pasive apo aktive janë pro-Amerikës. Dhe është e pamundshme që të shmanget nga realiteti. Dhe ky realitet tani zgjoja nga gjumi dhe nacionalizmi i shumë ushqyer i popullit është bumerang dhe është problem tani se të kontrollohet. Dhe për atë arsye kemi edhe protesta dhe do të ketë probleme të tjera të shtueshme në Serbi mes popullit, kush do të vijë pastaj, si do të reflektojë ajo qeveri, do thotë do të jetë mundësi e plot për një fuqi tjetër që të kontrollojë Serbinë. Megjithatë gjasat janë interesa perëndimore dhe më shumë amerikane që Serbia të kontrollohet nga ta. Duke qenë se jemi në fillim mandatit, tani në vazhdim këtë mandat të kurtit, ju si e shikoni në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, te Europa duket edhe me ndryshimet me ligjin që u miratua në Senat që bllokohet pra çdo lëvizje mundshme e një hardher të në Ballkan, por duket sikur dhe dialogu do të kalojë andej me Serbinë. Pra shikoni ndonjë mundësi që
Trumpi mund vërë dorë për disa sekonda edhe në Ballkan? Po, tani ne kemi parë sjelljen e Amerikës prej kohës që ka ardhur Trump 2. Dhe nuk është që amerikanët punojnë është të dukshme se ata kur e thojnë diçka e bëjnë. Dhe nuk humbin kohë fort me ato strategjitë e shërbimit të fshehtë. Të themi ne kështu për të veprojmë në të kundërtën, sa i përket të paktën në Ballkanit tonë, sepse e kanë fuqinë dhe e kanë në dorë tani. Çado që dojnë të mund të bëjnë. Dhe kjo në këtë pikë do të kthehen, do të vijë Trump dhe me çka do të mirën është me marrëveshjen të cilën e kishin bërë paraprakisht. Ajo do të jetë ose fillimi ose fundi i dialogut mes amerikanëve, Serbisë dhe Kosovës. Dhe detyrimisht Kosova dhe Serbia do të përgjigjen tani kësaj marrëveshje dhe nuk do të ketë hapësirë për konsum të brendshëm politik. Zotri Kurti padyshim është lideri më i suksesshëm i Kosovës në ditët që ne po flasim. Atë mund të faktohet shumë lehtë, por është do të thotë i mirë, është një temë tjetër. Unë besoj që ka bërë gabime në zhvillimin ndërkombëtar, i cili ka mund të përfitojë shumë më shumë dhe të jetë një lider shumë më i dashur për alatet e tij, për shokët e tij, sepse thuhet edhe tek ne shqiptarët thuhet se miku mirë është trimi i fortë është me miq shumë. Po me gjitha gjosat nuk e ka bërë një gjë të tillë. Ne kemi folur edhe me vizitën e shefit të CIA-s para se të fillojmë këtë ngjarje dhe ato tani po dalin të shifen në realitet, sepse këta tre lider do të jenë me domos në respekt të zhvillimeve të interesit politik amerikan. Me vitin që sapo ka nisur dhe ngjarjet sigurisht pritën të jenë të vrrullshme për vjetorin e ri që po shkojnë drejt luftës në Ukrainë, që po del edhe parashikimi juaj që nuk mbyllet pa të paktën një dekadë. Zoti Gaxheri, unë të falenderoj shumë për bisedën, edhe për opinionet e mendimet që ndatë me publikun tonë. Edhe unë ju falenderoj juve zotri Bolla, nëse më lejoni shkurtimisht për përfundim të them diçka. Sigurisht në Kosovë, sidomos ka një interes të madh dhe nevojë shumë të madhe që njerëz të fushës të specializuar në aspektin psikologjik të marrin hapa dhe t'ju jepet hapësinë të flasin me njerëzit sidomos meshkujt kanë një deficit në zhvillimet në Kosovë për shkak të sistemit i cili është ndryruar shumë shpejt prej kohës para luftës. Tani gjatë luftës, pas luftës kemi sisteme të cilat janë ndryshuar dhe ka pas hapësina të krijimit të identiteteve të cilat nuk përkojnë me mendjen e këfillt, por me zhvillimet të mendjeve devijente. Dhe unë mendoj që nëse ka ekspert të fushës, është koha që ata të dalin edhe të flasin publikisht, që mos presin vetëm njerëzit të shkojnë në klinikat e tyre, por edhe nëpërmes formave të tilla mund të japin kontribut shumë të madh, sidomos për njerëzit në Kosovë të cilët kanë ndjesi që janë të panevojshëm në jetën e tyre. Edhe kjo ndodh më së shumti si rezultat që njeriu ja krijon jetën. Do të mos koncepti i lumturisë
i cili ka bazë, është pa bazë, koncept pa bazë, i rrejshëm, dhe mohimi i asaj se jeta vetvetiu është e vështirë dhe njeriu mund ta lehtësoj atë. Dhe sikur se dora dorën që e lan njeriu, për njeriu mund të jetë ndihmë. Dhe kjo në shoqërinë tonë shqiptare dukshëm, këtu sidomos në Kosovë, po them me që kam brejt, mungon dukshëm. Dhe është një interesim edhe një kënaqësi të njerëzit kur ndëgjojnë zhvillime negative rreth një ngjarje ose diçka e cila është i çon tek ajo që tham se edhe nacionalizmi ka bazë, nacizmi është diçka rrezikshme që njerëzit e kompetent mund të kishin japur një kontribut jashtë të zakonshëm të madh për qytetarët. Kaq kisha, faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit ju edhe për mesazhet sensibilizuese, që nuk kanë munguar asnjëherë në fund të bisedës si për raportet mes nesh, por edhe të situatës. Të falenderoj shumë. Rrofsh, faleminderit.